Atë kam pëlqy ma shumë ushqimet e bashkëshortës atë nënës? E valoj të dy javë. Hajde guxo dhe ndryshe. Arioni në shpeo është një babë që e bën hallaka me të dy fëmijët. Do me thonë... Po i bësh të lashe bashkëshortës? Po, që me bëju, këna bëju të reshta. Edhe lujme ta kom qef, do me thonë maksimum, se ka njerë nuk më bjenë më panë, është gjatë dite se ku shkaj natën, do me thonë desa ti lodhi me qitë në gjëmë, lujme ta. A i ndihmon bashkëshortës? Po, që stana që më takojnë mu me knatësit madhe, pëse jo. Edhe ku diçka kur ajo nuk mundën e bëj me qef, qatë sa dizin, është ta, së mi punu do punë që shë kanë nana tona, Ka i ndihmon, zakonisht? Shkat ka nevoj, pak nësi ka me fshia, me... Që ato që i thomi që ka dhëmë qysh me jabo, dhe se ka rastin ashtë atë se di që du me jabo, a për me fshil, nuk ka problem, për disa sane tjera që... Me pregadit atë në guldi? Ja, s'di, valla. Me porosit di, pregadit, nuk di, edhe kom... Shemë me dalë me bledi shka, atë e spritoj, dhe me thonë, pa dyshim e kështu që shka do të që muj, për thëmë, më nëna me bo, a fëmime kom qepë më kushtu ko shumë. Në shpe kush pregadit, bashkëshortja apo nëna juaj? Ja, bashkëshortja, nusja. Atë kam pëlqy ma shumë ushqimet e bashkëshortës atë nënës? E valoj të dy javë. Hajde guxo dhe ndryshe. Ja, ta shkone... Se s'ka buk shpe. Ja, gjithmonë më rrinë gati edhe gëzona, për thëmë. Gëzona që jena njoftë, gëzona që e kam edhe inshallah do në Zoti më plagë bashkë me të në të mira. E një mesazh shumë bukur e japë përmes ekranit për bashkëshortën.